Malësia e Bojanocit shtrihet në mes të pikave gjeografike si Tilis, Kitikës, Guri i Zi, fushës së Gat Lepodrovës, kufizohet me Vartagoshin të Breznica, Dupincën të Gjergjevci, Qestelinën të Novosela, qytetin e Vranjës, Dobërjancën, Rezhdancën, Trstenën, Desivojcën, Sedlarën, Krëndelin, Karaqevën, Novoselën e Poshtme, Roganën dhe Tërnocin. Sipërfaqja e malësisë së Bojanocit është shumë e madhe, e kumbulohet me ara, male të larta, kullosa dhe lëndina të shumta, që japin një peizazh shumë të bukur e të gjelbër, duke pasur parasysh se këtë vit të rreshërat atmosferike e kanë zbukuruar edhe më shumë këtë pjesë, e cila dita ditës është duke u braktisur nga popullata shqiptare. Panorama në fshatrat e komunës së Bojanocit kësaj radhe ka zgjedhur 4 fshatrat e malësisë së Bojanocit për të nxjerrë në ekranin e radio televizionit Bojanoci, siç janë Bilinica, Gjergjevci, Çarri dhe Ramnabuqa, për të vazhduar javën e ardhshme edhe me fshatrat e tjerë në malësi. Teleshikues nderuar, ndodhemi në malësinë e komunës së Bojanocit, një malësi që pothuajse dita ditës është e braktisur totalisht, por ka vendbanime që ka shtëpi dhe banor akoma që jetojnë në malësinë e Bojanocit. Për momentin jemi këtu në fshatin Bilinis të komunës së Bojanocit, 17 km nga qyteti, e ku jetojnë rreth 16 shtëpi me banor. Në vazhdim ne do të marrim intervista interesante nga banorët këtu, si dhe pastaj do të udhtojmë drejt Gjergjevcit, drejt Ramnabuqës dhe krejt në fund do ta vizitojmë fshatin Çarr për të pasuar në javën e ardhshme me fshatrat e tjerë përreth. Ekipi jonë fillimisht ka marrë rrugën për në fshatin Bilinis, e cila gjendet mbi 20 km nga qyteti i Bojanocit, dhe në prill të vitit të kaluar ky fshat është bërë edhe me rrugë të asfaltuar, çka i mundson banorëve qarkullim më të lirë. Sot Bilinica ka 37 shtëpi, por prej tyre ka vetëm 16 shtëpi të banuara. Ne kemi takuar atje plakun e fshatit Selver Gjymshitin, 72 vjeçar, dhe ai na flet për vendin e tij dhe prejardhjen e fshatit. Basi Selver thosë se në fshat kanë ardhur të parat e tij diku rreth vitit 1882. Në këtë vend kemi ardhur 1876 në pej devetimit. Amo kanë ardhur 3 vllaznin këtu. Pe 3 vllaznive jënë bo ka një 37 shtëpi këtu. Momentalisht një 16 kemi ma shumë si me banori. I kanë ka një 110 banor duhet me konën këtu, për do janë një ashta, vetë që këtu vinë. Gjendja për para të na o konën, bëllë e fështirë. Për ma e shtirë mos s'ka qësh me thonë, në qëtë kohën e fundit, si hini ki kretari në Geparifi, pak na ka dhonë dhe shpresa se patëm më që krejt. E bonën të mundës me qëtë asfalt në ashtrunë, një ujësjellë se kanë përmu edhe këtu, na ka premtu edhe për rrimën, me përforcu me pru një trafë, se nuk kemi trafë, ashtë e lësht, mire më tash, kur bënë tas vetë nuk e dime. Po për para me qka jeni marë? Për para, qish me thonën, shaj mi marën me gërbet lek ma shumë. Të shku të përnu që shto në për Serbi, me dohan, me punë, se tash kanë dalë do jashta, do kanë metën këto mrejna, të shpia mirë mo, për gjithësi, është pak ma mirë gjendja se për para. Shumë se jo pa. Po tokën a keni punu për para? Krejt e kemi punu. Krejt e kemi punu e tash. Çka keni mjë, me çka? Po grunë, dohan, misër, qështu, bari, me gjonë, me dhanë, me lopë, me këtë ati kemi rujtën. Është pak tokën nuk janë të e punu, se edhe nuk ka mjetë me punu. Kur ka dishka mjetë, mira mo, sën më rrimna me blesim mjetë, qështu, qish po me gjithë. Jo, kur keni qenë i ri, 10 vjeçar, 12 vjeçar, sa shpi ka pas? Kur jam konën e i ri, i ka pohe 16 shpi. Që për du me thonën që ati kanë 58-ën, të 9-ën, 16 shpina i mi konë këto. Krejt janë, dikun ka 82 familje, shka janë në Bojanovc, Kamenic, Rogoqic edhe Gjelan. Që janë shpërngull për... Po, që për këtu i që kanë dalje. Edhe në Tërnovc janë një 2 shpi, në Prishtinë janë një 2,
janë dhja, trija në Dobërçan, pa të në Dobërçan me ne nuk janë si, kanë ne një 30 vjetë këtu, ma 30 vjetë e janë shpërngullë, ato nuk janë familje me ne. Pse kanë fillu shpërnguljet nga fshati Bilinicës? Për drejt me të kallëzue, shpërngullet pak kanë filluar më shpërngullën, jo dolën pak jashta, në qëtërënon, jo shkojshin në për puna, dikush në për shkolla, qështu kanë shkue, a që mira me të madhe më shpërngullën, kjo lufta e boni këto. Qështje, që ato 15 vjetë kur shpërthej që kjo lufta, po jem që këto gati 15 shpi. Për menenan ato kanë shku, dalën dojkën, dalën jashta si azila krejt, edhe mo, nejtën që a gjithë su këthin ka 10 vjetë, 8 vjetë, ato të ne i banën letrat, si kanë bo letrat, banën pare, kanë marrë këtë një lanë. Habim Selimi, 59 vjeçar, po nga Bilinica, i cili është kthyer në vendlindje dhe është duke rregulluar shtëpinë e tij, ai thotë se ka shtëpia edhe në Kosovë, por asnjëherë nuk ka menduar të shpërngullet nga vendi i tij përgjithmonë. Po t'ju them drejtën, unë asnjëherë nuk e kum lënë fshatin, edhe pse mi trazu pi luftës, unë asnjëherë nuk e kum harru vendindjen, gjithmonë kum dal, investimet moja nuk kum bë deri tash kum fillue, si peshin edhe vetë të investimet që kum bë, edhe nuk mendoj kur me lanë vendindjen. Për mua me bo shpi ku du, mirë po vendindja nuk ka që me. Dikush nështë asot mi thonë dikujna si mi ashit dikujna, nështë nuk ban hiq, po me bo me miliona, unë nuk më vëllon me di, se vendindja vetëm një, nuk më di. Mu i bo shpia në tanë botën, Prishtinën, në Amerike, i kam Norvegjie, edhe kam shpia, këtë gjemë kanë, mirë po vendindja veçantë. Kjo nuk ka që me. Për para ka qenë ma gjallëri këto, kur ka pas më shumë? Para luftës na e mi konën a për 35 shpi. Mirë për mas luftës, lufta bonit vetën, njerëzit janë tërhekën, nuk ka shumë, kanë vetëm gjimsa. Mirë po i kësha përësit gjithë ato që i kanë shkue, ani pse kanë shkue, në të kene edhe atjerë nuk ka tepër me posë edhe këtu, vendlindja është e veçantë, mu këthije, tash në ka rruga, kemi ujësjelësin e ri, në ka për komuna, faleminderit për komunës shumë, edhe asfaltin në ka për unë, që mi pas po për para së besej që dikush i shqupi të. Po, e këto shpi që kanë me tash, i kësha përësit janë vend për fukara, vend i mirë, mund me jetu me pak, nuk ka ma mirë se këtu kërkon, se japan populli kullesh vjerën nuk ka kërkon, duhet me punu, e këtu jetën me pak, kanë jetu të parë tonë me male, me tasha sezona pequrkav, dalin pequrkav, na kemi jetu shumë mirë to. Pas Bilinicës ne morëm rrugën në drejtim të fshatit Gjergjevc, i cili dikur kishte 40 shtëpi të banuara me shqiptar e që kishte gjallëri të madhe. Mjerisht, tani ky fshat ka vetëm 2 shtëpi të cilat janë në gjendje të banueshme dhe aty rrin 2 banor, njëri në një shtëpi dhe tjetri në shtëpinë e dytë, të mbetër dhe jo afër njëra tjetrës. Shtëpitë e tjera janë të rënuara tërësisht dhe as që mund të i kapte kamera jonë përderisa janë shkatruar plotësisht. Ne në Gjergjevc gjetëm vetëm njërin prej banorëve e i cili nuk shprehi gatishmëri për të folur për televizionin ton, por fatmirësisht aty kishte dalë njëri nga vëllezërit e tij, Sahid Beqiri, me të cilin biseduam pak rreth fshatit Gjergjevc. Zotë Beqiri, jemi këtu në fshatin Gjergjevc, ku janë vetëm 2 shtëpi. Ju jeni njëri prej banorëve të Gjergjevcit dhe jeni... Sigurisht që ashtu. Si po jetoni këtu? Po, që shpo jetëm, 2 shtëpi kanë metën, bari sa dush, dima nuk ka, që të shtëpijet duhet me asje, me këshirën. Ju jetoni këtu non-stop apo ku jetoni? Jo, dhe unë vikend dalë të vlavi jeton këtu në Kadriu, e që shtë në. Por para si ka qenë Gjergjevce? Po, Gjergjevce ka pasën 4 shtëpi, tash vetëm di kanë metën, qerat nuk janë. Po ku janë ata tjerat? Janë të rënuara apo shtëpita janë të rënuara? Këtë rënuara, këtë të në Ka preshme. mbetur domethënë vetëm 2. Vesh di. A janë të banueshme këto dyja? Të banueshme të di atë janë.
qerat nuk e di. Ata kanë shkuar këtë poshtë, kanë qef me u kthije, kushte nuk kanë, nuk e di. Është kryesore. Përpara si ka qenë? Përpara ka qenë këtu në ka pasën edhe në dhije lope vjeta këtë. Në tash ka përshë ka me të katastrofë këtu, Gjergjeci ka me të katastrofë. Kushte si Sa shtëpi ka pasur? Përpara ka pasur 44 shtëpi. Të gjithë të banorë. Të gjithë të banorë. Tash kanë vetëm 2 shtëpi këtu. Po kur janë shpërngul mas shumë ti? Janë shpërngulën në kohën luftës e mas luftës kanë ikën pak. Për interes. Po kishte 44 shtëpi. E tash kanë vetëm që të në 2 shtëpi këtu. Ka interes për këto. Ndihma duhet me dhënë pak këto. A mundi me na thonë pak për historinë e Gjergjevcit, nga kanë ardhur këto? Për historinë e Gjergjevcit e di që kanë ardhur, ama s'm kujtohet tash, di unë kam vetëm në plakën për kanë ardhur. Tonë do me thonë se këtu janë 3 familje në kanë. Janë kanë në familja Morate, Ferate edhe në Beqir Zahiri. Beqir e Zahiri janë kanë në Vllaznin. Po me fesë çfarë fisi kishte? Me fesë jemi në thaqë. Të gjithë faqë? Ja, këta, vetëm Zahiri e Beqiri. Ata tjerë çfarë? Ata tjerë janë qëtër fesë. Nuk e di. Po përpara me shpenë? Përpara e marrë me drumt magarë, një magare ka shitën, e ka pun 2 shishe zejten të shpi ose 1 kil miell. Ose 1 kil bok. Po tokën? Tokën? Tokën e kam punue. Gjatë janë marrë. Në njërën pjesë të Gjergjevcit, ati ku rrugën më së shumti e frekuenton ushtria serbe, ky e fundit e kishte rregulluar rrugën mirë me një gjerësi prej 6 metrave që mundson të udhëtosh drejt këtij fshati pa probleme rrugore. Ne, pasi mbaruam me Gjergjevcin, udhëtoam drejt fshatit Çarr, një fshat ku në majet e maleve të Malësisë, ku rruga ishte më shumë probleme pas vërshimeve atmosferike, arritëm dhe dolëm në atë pjesë, ku po na prisnin njerëzit me të cilët kishim lënë takim. Fshati Çarr ka një pamje të mahnitshme me peizazh shumë të bukur dhe me një ajër shumë të mirë. Uji gjithashtu shumë i mirë dhe i ftohtë që mezi e besova. Po të e mbash dorën në atë ujë më shumë se 30 sekonda, edhe pse vera, dora fillon e ndjen ftohtin e saj. Aq ujë kishte dhe shumë i ftohtë që bëron nga malet e Malësisë son. Banorët shumë mikpretës, si gjithmonë dhe na pritën me daulle e sule, ku dhe vallëzonin. Ne kemi biseduar me Basin Kamer Ramadanin dhe Ramadan Veselin, të cilët thonë se Çarri ka prejardhje nga fieri i Shqipërisë dhe tani jetojnë 15 familje me mbi 120 banor, ndërkaq dikur ky fshat kishte rreth 100 shtëpi. Teleshikues nderuar, tani jemi në mes të fshatit Çarr, një fshat i cili është jo më larg se 6 kilometra nga fshati Mohoc. Ky vendbanim është drejt braktisjes. Për këtë ne kemi afër Ramadan Veselin, i cili tani do të na tregoj për prejardhjen e fshatit, për zhvillimin e fshatit dhe se si kanë jetuar banorët përpara këtu. Faleminderit për juve që i keni ardhur në vizitë. Shumë ju falenderoj. Fshati Çarr e ka prejardhjen për fieri i Shqipërisë. Sa vite? Gjatë 750 vjet. Kjo është i ardhur për fieri i Shqipërisë. Edhe u vendosën këtë vend. Çfarë fisi janë? Na fisi thaq. Gjithë fshati është thaq? Jo,
Fisi thaq është, do me thonë, shumica popullatës. Një pjesë e mahallës e përmethirën Krasniq. Të ka fisi janë Krasniq. A na tjerë, do me thonë, si fshatar, që ati 60 shtëpi jemi thaq. Prej Shqipërisë. Përpara, sa shtëpi ka pas? I ka pas 82 shtëpi. Po banor? Banor ka pas thuj 800 e përpjet. Në qëfar vite jetë të thonë? Saksisht, nuk kum hi, du me thonë me lip me bon hulumtime shkencore se sa. A mo që ati është, du me thonë mesi i popullat. Po, a mund të na thoni pak si ka mbetër emri Qarë dhe qëfar do thotë? Emri Qarë ka met, i pari jonë, kër ka orë pefiri Shqipëris, e ka vendos shpin të qeshmja Qarë, ku ke pi ujë edhe ti, o kon lisi. Qarë, nuk kanë ditë me thonë ku me shku, po të shpia të Qarë. Edhe atëherë e ka morë. A, lisi është qujtë Qarë? Lisi u thirë Qarë, e ka vënu shpin problemi i ujtë, ku të qeshmja Qarë, të Qarë. Shpin e kishë të Qarë dhe i ka mit emri Qarë. Po tash a mund të na thuash sa shtëpi janë të banueshme këto? Për momentin janë 15 shtëpi, me 125 banor. Fshati Qarë ka edhe shkollën, sa nxënës ka për moment? Këtu janë 9 nxënës në Qarë. Edhe patë edhe vetë ju kaluam që ti parë në ka shkolla, që e shkolla është drejt. Po përpara a ka pas nxënës më shumë, a ka pas? Ka pas shumë, ka pas 135 nxënës, 140, janë konë gjithë e vetë që tu jam i lindën, që tu e kumë pri shkollën vetë. Unë ju falenderoj ekipën e juve që keni dalë mas pari, me na vizitue. Unë e kumë bo 65 vjetë, unë nuk e di që ju konë di gazetara në televizion ka dalë në fshatin tunë. E ju falenderoj shumë. Na, kemi jetu për para, po atëherë u konën për ketë jeta e vështira. Atash, kanë rishu e jeta shumë, e na jemi halatu jeturat për pashmë që ka jetu dikushi 41-shën. A ka pas gjallëri këtu për para, kur je konti ma një? Ka pas gjallëri për para, sa atëherë janë konën ketë të rritë, edhe trejat, edhe katuni u konë plot, kemi jetu e këto ketë, kemi punu tokën. Me shka jeni marë? Imi morë ketë me bujsti. Gjanë kemi rujtë, edhe tokën e kemi punu me. Qeshti, pe tokës, kur gjanë nësën përbëjna. Rinia kanë shku, kemi me ketë do pleqë, shka kanë me do tri, ato nuk kanë vullnet me punu e kur gjanë. Se? Aj, mas pari, kur qotë, kur ta shohë, ketë shoknin, kuj kanë shku e aj ku ka met, aj nuk ka vullnet, as me shku nërë, as me shku të gjoja. Mas pari, në zonë, si ta krije këto, shkollën fillore. Aj duhet me 5 km, 6 km, me 100 maltërtime, në për dhoqë, në për porë, në për shi, duhet me ra 6 km në mocë. As po lip me mballontë, as kanalizim, as po lip me drita, as po lip me bibliotekë, as fu sportet, as po lip me dishka luksos, na pe lip me një rrugë që me mujtë me kalue, që shkalen gjithë njerëzia e butës. Qata na pe lip me. Nga ky fshat gjithashtu kanë dalë dhe shumë intelektual në fusha të ndryshme, e njëri prej tyre është dhe mjeku i ri në mosh, Muharrem Sadiku, me të cilën ne kemi biseduar në studiot e RTV-s, e i cili na ka folur më shumë nostalgji për fshatin e tij të lindjes. Ai thotë se del shumë shpesh në fshatin Qarë dhe i viziton të afërmit e tij atje dhe kujdeset për fshatin në përgjithësi. Ka pas njerëz që janë marrë me arsim, me kulturë, edhe pe Qarët ka gjithashtu edhe në arsim mjaft kuadra, edhe pe gjetëri po ka dhe kuadra të ri, ka çdo ditë që del në kuadër, me fakultet, që janë master, që janë doktoratura, e kështu me radhë. Ju keni një lidhje të veçantë me linjën, sa shpesh dilni aty? Kohën e fundit pak më rrallë, unë punoj këtu në Bujanovc, jam specializim në Prishtinë, me thonë ma shumë jam rrugëve, po gjithmonë edhe mos dalësha fizikisht, jam kontakte me ata banorë, jo vetëm për probleme qëndetësore, por që është profesioni imi, por edhe për probleme përgjithshme që i preokupojnë, edhe ata me një farë mënyrë më kanë si pikë orientimi edhe si
person që më kontaktojnë për gati se gjitha problemet e tyre, po dhe ne mundomi mos me prezencën tonë aty, të zgjidhme të mundomi që zgjidhen problemet edhe për distancës. Cilat janë ata probleme që i prekupojnë për momentin banorët e Çarrit? Po shumica e familjeve që janë Çarr, mos tam pjesa dërmuese, janë familje që kanë nevojë për mbështetje sociale, janë në kushte të rënda, do të thotë kanë mbet aty vetëm shumica aty në familjeve që janë me kushte të rënda sociale e ekonomike. Infrastruktura, ajo është një prej pengesave kryesore që edhe nuk janë sa duhet lidhen edhe me pjesën e komunës, pjesën tjetër, por kanë probleme edhe për shkollim, nxënësit për klasës 5 deri në 8 udhtojnë çdo ditë në shkollën e Mohovcit. Këto janë problemet bazë. Po edhe bujqësinë nuk mund sa duhet, edhe si duhet tash me mjetet e bashkëore me punu, po shumica që punojnë me të kalumën ose nuk punojnë me mbjellje, me kultivim, do të thotë drejt rrugave të tjera. Dhe në fund të vizitës sonë në malësitë të Bojanocit, kemi marrë pamjet e fshatit Ramnabuq, ku në pamundësi për të u futur në brendësi të këtij fshati kemi marrë pamjet në distancë. Ramnabuqa ka shumë pak shtëpi dhe tani asnjëra nuk ka banor që jetojnë atje. Ne kemi gjetur 2 pleq që deri në vitin e kaluar kanë jetuar aty siç është Shaban Azizi me të shoqen e tij e me të cilën kemi biseduar nga pak. Mbasi Shaban edhe pse 99 vjeçar, por që ka memorien e një tëriu, në ka folur për fshatin e tij dhe kohën e mëparshme se si kanë jetuar banorët atje. Teleshikues të nderuar, mbrapa meje është fshati Ramnabuq, i cili ka më pak shtëpia, ka deri në 6 apo 7 shtëpi, të cilët tani për momentin nuk janë të banueshme. Është e pamundur që ne, ekipi jon, me makinën tonë të udhtojmë drejt Ramnabuqës për shkak të rrugës së vështirë nga vërshimet që kanë ndodhur kohëve të fundit. Është e pamundur të ngjitemi deri atje, por ne kemi gjetur persona dhe njerëz me të cilët do të diskutojmë rreth fshatit Ramnabuq. Unë e majmen për kurit, po që kalzej gazetëve tona që kanë, po, qatë që je kone kitë, po, atë malin atë, po, kur kënë shku me nëzirë minën, po, qatë atë si pri, po, kanë si pri, atë këna pëkut, këna shkuve, që kroni e që në mu shuj, s'kena pas asë bunara, s'kur, në këna pas largo dhe, edhe, u bëj këtë borë atër i këto. Nëna jeme o konë vetën atër, në zemën. Edhe u qëjke një pardorës atër i qëto, edhe dhil keme shku me mushk, dhil kënota uja gje. Me për bora ma së në të ke bodën u këthejke. E një kisha pas gjohë ku kishme, lop, kalin, il shoqmi ato lop, 5-6 mos lop, il shoqmi e shkojshin për para, e bëjshin një ra, tona, shkoj kena na jemë për nësë, e mosh ke ujë. Sa na kur qatë kishëm na, i një mosh mi na nësë pa. Ma sa ne, edhe qatë kena nëna. Sa shpia i ka pas Ramnabuqa atër? Sa shpia Po i ka pas qështu kollë
198, qështë a i këtë, qështu janë kanë. 90 shpija i ka pas. Po, mina, atëherë i ka pas ma pak shpija. Këri 81, o ko 81, 2, qështë. Hire që shë kanë atërë. Një koli i dru, 10 dinarë kanë. Po, e që baba jem ka ba i dru atërë. Po, edhe ato 10 dinarë, janë një shishe i gaz, jasë një në zonë 3 kila krip, jasë 1 kila shiqerë. Që ato? Me ato 8 dinarë. Ja ato, ma shumë s'kene marë. Lisht, e sapi. Tona, kadal, munum atëherë, i shishtë në këmë rrinë, une, e pash, baba jem dru që i ke. Unë kishë në qërë. I shishtë në halkin, marëshin, 2-3 vesha, diçka, po e mirëshin pare. Ma mirë, une mini marak. Dojtë i këm pasë në të lija kanë pas punue. Tona shkojsh në gje pak, unë shojsh në. Edhe Janisa, me marue, cerveza. E ju deri vjetë kini njëta që naltë, a? Po, vesh në të dy kimi një, edhe sloni me rene vetë, ka një djeverën e lumë aty, kam lidhë për qurka. E shë bëjsh një jo gjatë verës? Po rëshme, mi të ati dilke javë frijova gje. Na byke bukë, të na umush, na gatush, na i bëjsh na punë të ashti, jo. Shti s'pë moj. Edhe tokën e kini punu vjetë, a? Po, qish jo, krejt, me kompira, me krejt. Kur vike ajna biteshme, po, e si vetë jo, valla. Ja, i milua dhe birë. Zilja, din don, zilja jon po nafton, me shëndet, dhe në klas në thërat. Si që është? Kadri Pajaziti, klasën e 6. Po në thush një vjesh? Po, fisa betare, fërtidua, me të shkronjat e tua. Ndora ime me mësua, mendja ime me vëqua, ka mësuar të lexoj shkrua bukër e citaj. E ti, si që është? Shqipe Ibrahime, në 3. Po. Vendem, sa pyje mali fusha me lule, krojtë e argjanta ka vendem. Burra vigana djem, si Petrita grava, shat bukra ka vendem. Si zë bylbyli, por si valdeti vjen, gjua shqipe vendit e. Fshatrat në fjalë për nga arsimimi, përveç fshati qartë që ka shkollën fillore si paralele e ndarë nga fshati Moc, e që ka 7 nxënës të ciklit të ullët, fshatrat e tjerë nuk kanë shkollë fillore. Ata pak nxënës që janë mësimet i vazhdojnë në shkollën fillore Migjeni në Mohoc. Nxënësit u thonjë çdo ditë për në shkollë, për disa kilometra. Në shkollën fillore në Qarr, sipas banorëve, kjo shkollë në vitet e 60-70 kishte mbi 130 nxënës të ciklit të ullët 4 klasëshe. Në fshatin Qarr jetojnë difise, Fisi, Thaqë dhe Krasniq, ndërsa fshati përbëhet nga 4 mahall, siç janë mahalla Ramiqve, Regjepoviqe, Brahimoviqe dhe Danoviqe. Për fshatrat që folëm gjatë këtij reportazhi, asnjëri prej tyre nuk ka xhami ku njerëzit bëjnë lutjet e tyre. Dhe kështu ekipi i televizionit Bojanoci ndahet me përshtypjet më të bukura nga këto fshatra për të vizituar sërish, nga se kemi çka të flasim e të shkruajmë për këto vendbanime etnike shqiptare. Sa më shumë largohemi nga malësia, aq më shumë na shpaloset parasive si një syprin, pamja panomareske e vendbanimeve më të bukura shqiptare të komunës së Bojanocit.